Përshëndetje. Nuk rinim dot pa thënë përshëndetje. Okej, po ul pak zërin përsëri sepse normalisht ajo që ne kemi në qendër është jo thjesht zërin, por është gjëja që ne duam të transmetojmë në mënyrën më të thjeshtë të mundshme, në mënyrë minimaliste. Megjithatë u bë kohë gjatë apo jo Imen? U bë ca kohë, besoj se në gusht. Ka qenë jo para gushtit, në fakt. Diçka po që kemi dalë live podcast. Nga fundi korriku diçka e tillë ka qenë pa podcast, po. Pastaj kemi hedhur punë praktike, meditime, që janë meditime po jo episode. Por unë dalëm për një farkojë, unë dalëm edhe përse unë dalëm. Ndonjëherë nuk e di ju, po unë e pyes vetëm pse unë dala. Unë dala për çfarë? Dhe në këtë rast ne unë dalëm, jo thjesht për të bërë pushime, sepse pushimet nuk mund të na zgjasin 3 muaj. Do ishte ëndër, do ishte shumë e bukur. Por unë dalëm dhe morëm edhe ne disa mësime. Po, dhe episodi në fakt do fokusohet tek pikërisht tek kjo pse unë dala, le të kryejmë pak marrëdhënie së bashku, të lidhemi më shumë dhe të tregojmë dhe ne pjesën tonë të sfidave, si çdo njeri, edhe çdo periudhe afatgjate. Çfarë mësuam edhe si mund t'i ndajmë këto me ju për ata që ndoshta kalojnë situata të ngjashme ose janë duke u ndalur ose janë udhkryq. Edhe kjo do ishte sot. Dhe pse dojmë së bashku. Në fakt Imena ka shumë personazhe të famshëm që momente ndalen. Mund të marrim një sër këngëtarësh, shkrimtarësh e të tjerë që kanë momentet e tyre të ndaljes. Dhe a vlen, për çfarë vlen? Në fakt ndalesh është një minier ari, vërtet. Ka shumë benefite. Dhe kur themi ka shumë benefite nuk është se janë të gjitha ato gjëra të bukura që dëgjojmë sot në internet, wow, ndodhi kjo, ndodhi ajo, unë hyra në kontakt me universin, unë bëra këtë, unë bëra atë. Jo, të jemi realist në disa gjëra. Unë dalëm sepse në fakt, Mena? Po, le ta personalizojmë çik. Rila ka shumë të vështirë këtë pjesë. Jo. Është okay, mund ta flasim. E kisha tek fakti që ne kemi një podcast që kemi dashur qëllimisht ta mbajmë të thjesht, ta mbajmë minimalist, ta mbajmë të vërtet, ta mbajmë ashtu siç një njeri i flet një njeriu tjetër në mënyrë konkrete, në mënyrë jo të zbukuruar me lule, jo me atë pozitivitet toksik në me cilin ne jemi dëgjuar që flitet sot. Dhe jo më kot unë thash më përpara, energjia pozitive, thërasim, hajtë se do vi, e të tjera, të jemi gjithmonë pozitiv, të jemi gjithmonë kështu, jo nuk janë gjërat gjithmonë kështu. Dhe pikërisht, nëse ne unë dalëm për një farkoj, unë dalëm sepse podcasti ynë është i thjesht, personat që ne na ndjekin janë persona, po ashtu ata që e kuptojnë vërtetësinë tonë dhe ne deshëm kohë me veten më shumë për të parë se si do të vazhdonim ne këtë thjeshtësinë tonë, por të cilën unë e quaj edhe vërtetësinë tonë. Është sfidë në fakt të jesh prezente online ku edhe konkurenca dhe çdo gjë është shumë e madhe. Në fund janë këta nuk po e bëjmë për fam, as për lek. Shqyr punojmë, falenderojmë Zotin, kemi punë. Dëshira është të prekesh sa më shumë njerëz, të bësh një ndryshim në botë, gjithmonë niset nga kjo. Dhe si çdo njeri që të cilën punën e tij apo të saj të parë nuk e ka një podcast, por ka edhe punë të tjera. A vjen një moment rezaurimi edhe të duhet kohë të merresh me veten, të kuptosh çfarë ka rëndësi për ty, çfarë jo, apo bën ti një punë të mirë, apo jep edhe audiencës, apo jep atë çfarë ata të cilën ka nevojë, apo të inspiron kjo gjë. Kështu që është dhe një proces vetë reflektimi. Dhe po themi reformimi, a duam ta mbajmë të thjesht podcastin, a duam të reformojmë, çfarë mund të bëjmë ndryshe. Dhe në fakt kemi menduar disa gjëra që do të vinë ndryshe. Por thelbi do të jetë ai që ka qenë, pra ne do të jemi të thjeshta, backgroundi do të jetë i thjeshtë. Ndoshta nuk do të kemi të ftuar të famshëm, por ka vërtetësi. Dhe pas këtij ndalimi, ajo që ne vendosëm është pikërisht të jemi ato që jemi dhe të jetë çdo gjë këtu, të jetë e vërtet, minimal
Dhe ashtu si është bota, ashtu si është jeta. Jo perfekte, jo një pozitivitet toksik, po çdo njeri të gjej veten edhe kur vuan, edhe kur ka tranzicion, edhe kur nuk është mirë. Dhe ka shumë për të thënë kur nuk je mirë. Dhe mësimet që ne morëm në momentet që u ndalëm. A morëm në mësime në momentet që u ndalëm? I mirë mësimet edhe pa pasur iden do marr mësime apo jo. Nga çdo gjë që ne bëjmë në jetë. Nga fakti që ne ndaluam, çfarë mësimi morëm? Nuk e di men. Ti personalisht? Po pikë së pari një herë s'ka çështje kulturave, sepse ne nuk jetojmë në Shqipëri. Dhe kur je emigrant, shumë prej ju shqiptarë që janë emigrant, ose që kanë një të afërm, po sidomos që janë vetë, sepse të afërmit kur vinë tek ne nuk flasin shumë për sfidat e tyre. Dhe është sfidë. Ne lavdi Zotit nuk kemi bërë një jetë të vështirë as këtej, po ka sfidat e saja, të jesh larg, të mësosh të përshtatesh, e tjerë. Dhe një nga mësimet ka qenë, duhet përshtatesh ti, jo të tjerët me ty. Dhe kjo vlen jo vetëm kur je larg, po edhe kur nis një punë të re, një miqësi të re, një ambient të ri, çdo gjë e re, të duhet ty që të përshtatesh, sepse të tjerët tashmë janë të konsoliduar, edhe je ti që duhet të luftosh me veten tënde dhe të ndryshosh. Do është edhe për mirë dhe zbulon shumë gjëra për veten që nuk i njeh. Pjesërisht një pjesë e mirë, shumë të mira, edhe një pjesë pasaj pak sa vulnerabël, por që duhet t'u japësh shumë dashuri, që të rriten. Ndërsa mësimi që mora unë, e kemi marrë të gjithë, por po e them unë. Ndodh që të kemi pritshmëri shpeshherë të larta, dhe është okay të kemi pritshmëri të larta, duhen vendosur pritshmëri, duhen vendosur objektiva. Por duhet gjithashtu menduar që ne bëjmë atë çfarë ne kemi në dorë që të bëjmë, ne duhet të bëjmë, duhet të punojmë fort, duhet të përpiqemi fort, pavarësisht pritshmërive i arrim apo nuk i arrim, ne duhet të punojmë për të arritur, por duhet edhe ta kemi të qartë çfarë mund të arrim, me arrihet, sa arrihet, mund edhe të mos arrihet, dhe kjo gjë të bën akoma edhe më të qetë. Të bën të kuptosh sepse në këtë jetë ne përpiqemi dhe e kemi më të lehtë pastaj të pranojmë ndonjëherë dështimet, dhe e kemi gjithashtu edhe më të lehtë të arrim të pranojmë edhe sukseset, sepse edhe sukseset janë po aq të dëmshme sa dështimet. Shpeshherë një sukses i madh bën që të marrë koka herë. Kështu që në të gjitha rastet të shikosh pritshmëritë me objektivitet, të thuash që unë po i vendos këto objektiva, por unë po përpiqem. Të shohësh në mënyrë reale. Arri, çfarë arri, nuk ka problem. Unë në jetën time do bëj këto gjëra. Atëherë edhe kjo është një ndihmë të cilën unë e kam kuptuar në këtë periudhë të jetës sime. Edhe tjetër për zhgënjimet. Është tek pritshmëritë e lidhur. Sapo Mirela përmendi ato që ti the dështime, që ndoshta lidhet edhe me zhgënjimet, se janë të ngjashme. Kur ti ke pritshmëri, ndoshta ndaj një jete, po ose ndoshta ndaj personave të caktuar, ndoshta ti mundohesh të rregullosh marrëdhëniet, ti mundohesh të sillesh mirë e tjerë, por nuk merr atë që ti ke menduar. Duhet të kuptosh që në fakt mësimet, ato zhgënjimet, janë mësime. Pra zhgënjimet janë mësime dhe duhet të jesh falendërues që ndoshta nuk dole ashtu se ti doje, por ka një të vërtetë të madhe aty. Dhe duhet të shohësh qartë, të jesh i përgatitur, të shohësh të vërtetën në sy, dhe të jesh falendërues që ti tani e di që është kështu. Dhe nuk është thjesht një zhgënjim, është thjesht një realitet i ri, të cilën sapo e ke zbuluar, me të cilën duhet edhe të bashkëtosh apo të shohësh në një tjetër prizëm. Dhe ndoshta ne zmadhojmë pak më shumë, sepse e vëmë këto epitete zhgënjim, disfat, dështim e tjerë dhe këto peshojnë,
Por po të shohim ndoshta nga ana që unë mësova pas të vërteta në sy, e vërteta është kjo. Dhe nuk jem në fantazi. Dhe gjen paqe. Dhe kjo ishte një tjetër gjë që ne jemi mësuar gjatë pushimit, sepse duhet patjetër që të pushojmë, të ndalemi, që ne të kuptojmë gjërat. Po ecim me një ritëm shumë të shpejtë dhe vazhdojmë kemi ritëm shumë të shpejtë, por pushuam në një gjë që ne të kuptojmë disa faktor kyç në jetën e një individi. Dhe nëse do flasim përsëri për çfarë ne reflektuam, çfarë mësuam tjetër në këtë periudhë, nuk e di mend, por kemi bërë një episod dikur për fëmijën e brendshëm. Nëse mban mend fëmia i brendshëm. Ndoshta duhet ta ribëjmë një të ngjashëm. Duhet të ribëjmë një të ngjashëm, por në shumë situata del vërtet ai fëmia i brendshëm. Sorry. Është dimër. del për jashtë ai fëmia i brendshëm, por jo thjesht ashtu siç ne kemi diskutuar, pa paraprir temën që ne do bëjmë përsëri për fëmijën e brendshëm. Nuk dua që ta trajtoj tani, por që do them vetëm një diçka që ne përsëri mësuam në këtë periudhë. Në momente vështirësie, në çfarë do lloj gjëje që ne kalojmë, qoftë në familje, në marrëdhënie shoqërore, në punë e të tjera, ai fëmia i brendshëm brenda nesh ka tendencën të dali, por është aty gjithmonë ai, por aty nxjerr kokën përsëri, por jo në atë aspekt që ne kemi diskutuar dikur, ai fëmia i brendshëm i lumtur që kërkon të pikturojë sigurisht e fëmijë që është i gëzuar, jo, fëmia i brendshëm ka frikë prap, nuk do të dilja këtu, por fëmia i brendshëm ka dhe frikë. Kështu që ajo që ne mësimi që ne morëm përsëri, ose më mirë të themi e kuptuam, është që është okay që të ndihesh i vogël. Po imen? Por jo të zvogëlosh veten për të akomoduar të tjerët. Të ndihesh, siç e tha dhe Mirela, i vogël, kur ti ke pasiguri, apo e vogël, kur ti ke pasiguri, apo je në një situatë re, ke siklet, varet nga personat me të cilat i rrethuar, sa dashamirës janë apo jo, sa familjarë je dhe ti, me kulturën, apo me ato punë, apo me shumë situatat e tjera, del ky fëmia i vogël i cili ka frikë. Dhe kjo pjesë është okay, është për të gjithë ne kemi momente kur shfaqim, por kur ti e bën pastaj qëllimisht, e zvogëlon veten, që t'japësh rrugë, po themi, apo të akomodosh të tjerët, aty duhet të reflektosh që pse po e bëj. Sepse momente është okay që fëmia i vogël të dali, qoftë me frikë, apo qoftë dhe i lumtur, me shumë pasione, dëshira, ëndra, por nëse ti qëllimisht zvogëlohesh, ndoshta është pak momenti të pyesim përse. Keni parasysh për çfarë po flas? Ta bëj pak më praktike. Keni parasysh kur jemi të vegjël e na bërtet mamaja ose dikush tjetër, ne strukemi dhe bëjmë atë fytyrën, po vërtet. Kjo është okay, ne do ta duam atë pjesë tonën. Edhe pse jemi të rritur, kur ne jemi ashtu, do ndiejmë keqardhje dhe mësuri për veten tonë, do themi, mos doli kjo pjesa tjetër e fëmijës. Mjeshtria në fakt kjo është kur ti dallon. Mjeshtria e vetes është kur ti e dallon, për shembull që je në child mode. Edhe pastaj si i rritur, si të dy bashkëtojnë, ta shohësh veten në mënyrë, po themi, observer, vëzhgues, dhe sheh veten fëmijë, e thuaj, doli. Ja, përsëri. Doli ka nevojë për mua adultin. Edhe pastaj të bësh prindërimin, sepse jemi të gjithë vulnerabël dhe të brisht momente. Që është pikërisht ai moment që ne duhet t'japim shumë dashuri, edhe jo ta përbuzim atë fëmijë që ka nevojë për ty, pikërisht kur ka frikë. Kështu që fëmijën e brendshëm do e duam në çdo lloj situate, por do i themi dale, të tregoj çik kujdes për ty, mjaft. Deri këtu. Edhe dalim të tjetra. Vazhdon ti apo vazhdoj unë? Vazhdo ti. Mund të vazhdoj unë? Vazhdo. Okej, ne tham do bëjmë në mënyrë spontane një bisedë tonën, me reflektim mbi çfarë do lloj gjëje, e kemi shumë spontane, reflektimi
për atë periudhë në cilën ne kemi pushuar për të parë dhe për të kuptuar. Dhe shumë e bukur, por dhe e vështirë. Shpeshherë të analizosh veten tënde dhe gjërat që të ndodhin. Megjithatë, gjëja tjetër që nga më në re në fakt është që është shumë e nevojshme që të gjejmë kohën për të bërë gjërat që ne kemi dëshirë, gjërat që ne kemi qef. Ne mund të bëjmë një punë të imase të lotshme. Mund të kemi një jetë super aktive. Mund të kemi 1001 vështirësi. Por duhet patjetër që ne ta gjejmë atë gjysmëorë në javë, po themi, një orë, nuk e di se sa mund të jetë e mundshme për cilin do prej nesh, por duhet të gjejmë atë kohë në jetën tonë për të bërë një gjë që ne kemi qef. Dhe kur unë flas një gjë që kemi qef, nuk flas për gjëra jo të mira dhe jo të shëndetshme. Se unë mund të kem qef, ku di gjë unë, nuk e di. Ca qefe. Por gjërat e moralshme. Po, gjërat e mira. Pa i gjykuar. Duhet gjetur koha për të bërë ato gjëra. Është një detyrim që ne kemi ndaj vetes sonë. Ky është mësimi tjetër i mend që unë mora. Po, dhe i fundit se kam 5. Tjetër do ishte mjeshtro kufit. Mjeshtro kufit me edukat dhe shqetësi. Por mjeshtro kufit. Sepse është një pjesë e të respektuarit të vetes, të vendosurit e kufive, të vendosurit e limiteve dhe të siguruarit që njerëzit i respektojnë limitet që ti personalisht ke vendosur, ta bën jetën më të lehtë edhe i bën marrëdhëniet edhe më funksionale. Limitet janë shumë të rëndësishme, kufit janë shumë të rëndësishëm. Sigurisht që shumë kufi apo shumë limite pastaj kanë lënë në fazën tjetër ekstreme, ku ti limiton veten ndaj marrëdhënieve apo ndaj socializimit në përgjithësi, por disa limite apo kufi të cilat janë themelore për brendësinë tuaj, janë të nevojshme për mirë funksionim personal edhe social. Këtu te kjo pjesë Imena është më eksperte se mua. Kështu që ky ka qenë mësim për mua më tepër se sa për Imenën. Imena e ka perfeksionuar, e ka vërtet perfeksionuar këtë lloj gjëje. Megjithatë, për të mos e zgjatur sepse tham që do të jetë një episod jo i gjatë, për shumë arsye, edhe tonat, e mbyllëm pak tek përsosmëria, perfeksionizmi. Gjëja e fundit, është okay të mos jemi të përsosur, është shumë okay të kemi defekte, të bëjmë gabime, është okay që ne të pranojmë dhe të kuptojmë cilat janë gjërat që ne po kalojmë, të jemi në kontakt me dhimbjen tonë, me vuajtjen, me çfarë do lloj gjëje. Ta shprehim, mos ta mbyllim. Mos ta fshehim, mos ta bllokojmë, mos të themi që nuk ekziston. Shpesh themi nuk ekziston. Është çdo gjë është aty. I kemi të gjitha. Do kthehen, nëse s'përballesh, po, është cikël. Kështu që janë gjëra që janë okay. Është më mirë ndonjëherë themi po, jam duke kaluar një fazë që nuk është shumë e bukur në jetë, është stresuese, sesa të themi çdo gjë është shumë mirë, jam në rregull, e të gjitha. Jo. Këtu fillojmë i bëjmë dëm vetes. Kështu që këto ishin disa prej reflektimeve tona dhe ju këshillojmë në fakt që dhe ju të bëni një pauzë, një stop, një pushim në jetën tuaj nga shumë gjëra që i bënit më përpara për të reflektuar, sepse me të vërtetë që do ndjeni akoma dhe më mirë dhe më të fortë më pas. Për sa i përket brethimit, do kemi disa risi, ndoshta disa episode do të jenë me të ftuar, por edhe në gjuhën angleze. Ndoshta do të jenë edhe me titra, por që nuk do i zbulojmë të gjitha, por që do të ketë risi. Kështu që në ndihni. Dhe ndërkohë, përveç episodeve të podcastit, do të keni një sër episodesh të tjera që janë punë praktike, kapsula për të fituar aftësi praktike për menaxhime të ndryshme të vetes, apo simptomave të ndryshme, apo lehtësimit, po themi mirëqenies shpirt, trup, mendje. Okay. Thank you, Mina. Shumë faleminderit. We will go strong. Okay, që do ftojmë herës që vjen, surprizë? Surprise. Duhet të organizohemi me personat. Okay, në rregull. Mirë, atëre. Okay. kemi në fakt të programuar, por po i mbyllim për sot dhe po themi mirë takofshim në episodin e radhës. Edhe ju urojmë be free.
Dhe pini nga një gotë se nuk është keq ndonjëherë. Gëzuar.